mirë se vini në kanalin tim. Sot kam hapur një vlog të ri edhe është ditë e enjte, jo, është ditë e mërkur. Kemi një ditë shumë të bukur jashtë edhe unë jam bërë gati. Ku do shkoj do thoni? Unë nuk do shkoj sot në pastiqeri, por do takohem me Evën dhe do shkojmë për në tek për të blerë disa gjëra që do të na duhen për studion e re të fotografisë të saj. Ky vlog në fakt do jeti dedikuar ndaj studios së re, ndaj organizimit, pastrimit dhe deri tek hapja e madhe që do jetë ditën e diel. Dhe kemi shumë punë përpara. Unë kam menduar që ta ndihmoj Evën edhe t'i bëjmë bashkë sepse e kam edhe me qef, më pëlqen si gjë të merrem me këto gjëra, edhe e di që edhe juve ju pëlqejnë këto videot me organizime, me pastrime, me rregullime, kështu që do ju marrim me vete, do ju tregojmë të gjitha hapat deri të dielën që do kemi hapjen e studios dhe kemi shumë gjëra për të bërë. Kemi nisur ditën me disa punë të vockla dhe tani duhet të dalë sepse Eva po më pret për të ikur në tek. Do ju marrim me vete dhe do ju tregojmë çdo gjë. Unë sapo takova me Evën, kemi ardhur këtu në tek. Hi! Hello Eva. Hello. Kjo është Eva, e cila do hapi studion e saj të dielën dhe ne kemi shumë punë këtë javë sepse duhet të organizojmë, të pastrojmë dhe të mbarojmë me punët e studios. Kemi për të bërë gjërat e inaugurimit, për të blerë gjëra për organizimin e studios. Sa gjëra që edhe na kemi duan. mbushur kuletën plot. Për t'i harxuar sot. Edhe kemi ardhur në tek sepse duhet blim ca gjëra tek Jumbo edhe nuk e di. Kemi shumë punë për të bërë, por ne do ju marrim me vete dhe do ja u tregojmë që të gjitha. Tani po ikim para se të vonohemi më shumë. Hajde. Me Eva, ku do ikim? Me dy çanta. Erdhëm tek Neptuni për të parë një fshes korendi. Daj, sa mirë do ishte. Themi goca për shtëpi dhe na duhet një fshes korendi për tek studio. Dhe unë Evës i sugjerova në fakt atë boshin që kam në Finland dhe është shumë i mirë. Por ta gjejmë tani këtu te Neptuni ku e kemi. Do ta gjejmë. E pam edhe në online që ishte me ulje, por më duket se është këte. Ja ta shoh. Ta prekësh, merre. Ta provojmë një. Provoj Eva. A ka bateri ndize? Ndize? Ende sto, po. Jo, më s'paska. S'paskan, atë si paskan karikuar këta. E lehtë duket. Jo, është e lehtë edhe e heq këtë pjesën këtu e ke për divanin për shembull për ta pastruar te studio. E je shumë mirë. Më pëlqen. Po. Pëlqen kë. Ky lloj, po. Kështu dua të marr një krepa shumë. Unë e kam dhe këtë mi bën. I bën, po edhe ne i bën, po thjesht për të marr gjasme për ta patur për krepa vetëm. Po që tani sugjerojnë. Nga një përqeshë. Dajmë me mos është tremba? Sa po kryen tek studio. Por shumë të lodhura. Na iku prapë shtrëmër pa kamera, po s'ka gjë. Dhe do t'rregojmë të gjitha gjërat që blen tek Jumbo. Me këtë do e fillojmë. Ç't kapi dora? Ja, këtë kapi dora. Varse rrobash, por ti kemi për fustane. Po, fustane që do i kemi te garderoba e studios, duke që Po. se do ketë rroba të ndryshme për beba, për mamën, mamën, kushdo po. që të bëj sete fotografike. Këto janë dritat, kemi menduar të bëjmë disa re për njërën nga skena dhe do t'i bëjmë vetë ato re. Do t'i bëjmë për pak, po. Po. Kemi marrë disa nga këto lede, edhe shpresoj që t'ja dalin dhe t'i bëjmë ato re tamam si që Po kemi i bëm të parë. bukura do ja tregojmë, në të kundër do ja tregojmë fare. Ne procesin do e regjistrojmë, po tani se si do na Po. dalin. Kjo është për njërën nga skenat, më duk interesante, të shofim Do e varim atë? Do e Apo do lejmë lësh në në tokë, po, Po. kështu siç është në tokë. Është gati ajo skena që ne Jo, s'është gati. Jo, s'është gati. Kur të jetë gati, do e tregojmë. Po rregullon prap kamerën. Prap kemi drita LED, Kemi marrë disa, kemi marrë edhe lloje të tjera, janë që këto. se dim kur do na bëj Që prandaj. do të fusim brenda pambukut për të bërë ret me drita. Po. Ti shohim tani, kemi marrë edhe bateri për dritat. Janë si gjata sa ishin këto, gati 2 metra.
Mirë janë, Një për atë 90 gjë. Po, mirë janë, se Këto se do Angeles që ka marrë Këto i për mora unë për të dokumentat. organizuar ca letra të dokumenta që kam në shtëpi, që t'i kem më mirë. Këto janë të mijat normal. Këto pastaj gjitha tjerët janë të Evës, që i ka marrë për studio. Kemi këto të kafes, duke qenë se kemi një ekspres këtu edhe kafet i kemi kështu qep shumë. Kjo është varë se robave. Prap. Një tjetër. Sa kemi marrë kështu 4 sot? Jo, kemi marrë 2 nga... Me nga 5 më duket. Me nga 5 sot. Me nga 5 sot, ose disa tjera i ka. Se disa na duhen. Këto janë stilolapsa që mund na duhen këtu për të shkruar. Po. Kjo është një organizuese, kemi Për të menduar tualetin. po, për peshqirat. Nuk e di sa do të mund t'i mbaj peshqirat, ndoshta vendos edhe letra aty te banjo. Po, Po për letra. momentin kam 2 peshqira dhe kjo ngjan lezetshëm edhe po futet në një gjë tjetër. Dhe shkon dhe me tualet, do ju tregojmë pastaj tualetin, Po. edhe se si do i organizojmë. Se kemi marrë dhe diçka tjetër për te tualeti, është ajo Po e gjëja që vendosëm se shtrohet s'prita dot. mbi banak, që është për bebusha, kur vin bebusha ashtu që mund t'i ndrojnë, edhe të kenë Po. vendin e tyre. Kemi marrë të organizuesen plastike që do e vendosim tek dollapi brenda te kuzhina për të Po, vendosur. kemi një kuzhinë të vogël këtu te studio. Kafe, sheqerin, ilaçenësh, po, ilaçenësh. Ti vendosim kështu gjithë gjëra. ashtu që mos duken rëmuj. Shpresoj të nxej të gjitha, Po, se është e madhe. Do ja dalë. Po. Kjo është prapë nga këto organizuese të Ah, tua. është edhe Sa një ke marrë tjetër. ti? 3 copë? 3 mora, po. Okej, kjo është fatura, e tregojmë në fund këtë. Po. Ngjasi me YouTube janë mirë. Me këto do bëjmë re. Do bëjmë ret, po. Si do thoni ju, do ja u tregoj më vonë. Po. I Kemi marrë disa nga këto. Po, i kemi marrë edhe në madhësi të ndryshme. Po, në mënyrë që të dalin pak si të ndryshme ret. Mos jenë gjitha njësoj. Si dhe që poshtë. Edhe drita pafund, drita LED të vogla. Të verdha kanë dritën këto? Se kemi provuar. Ua, ne më dushin të bardha. Ta provojmë. E provojmë me baterinë tani direkt. Po. Vendosim bateritë. Termolefko e bardhës. Tani. Është në greqisht. Nëse ti di greqisht unë E s'ja ke them. hape në njërën? Apo ja? Hape atë se për t'u hape ja, s'ka gjë. E provojmë, ja hapet kështu. Okej. Isha se Lefko, kemi marrë thotë, një gjyrë. E brada vim dele. Jo, e bardhë, thotë ajo. Lefko është e bardhë, ja. Mirë është. Drita ngrohtë. fikse Drita që ngrohtë, po, thoni, mos duket shumë. Sa të bukura? Super. Besoj se do ngjaj bukur. Po. Brenda asaj. Isha do ja ja dalim me ato re, se Ja dalim. e kam me stres. Kemi marrë bateri për Po. dritat. S'morëm ato të makina, ato me Po. personalizim që ti tregonin. Ah, po, bërëm disa të kancelaria ku më bëj stikerat për faqen, që bëja më përpara që Po. shisja. Bërëm disa stikera që do ja u lë me foto këtu, iden, do me thënë se si ne i duam, po i bërëm me logon e studios, që do i vendosim të Në gotat. përgota, në inaugurim, edhe Po. do t'i kapim me këto kapse që E keni në foton që do ju lë këtu, do i lë Po. një foto unë të Pinterestit, Po, atë që të super. tërgova dhe ty, dhe ta keni den se si do dalin. Okej, super. Ato i në makinë tanë, Makinë, po. Kemi marrë disa nga këto kapse, se mbase na duan shumë. Po, më mirë ti keni se sa të ngelen një edhe. Marrë Të të tjera vogla. si këto, se re do bëhen shumë të mëdha. Tregova blokun? Jo, blokun akoma. Kemi marrë dhe këtë blokun, Eva ka 100 bloqe, po... Asnjërin s'përdor, po Po edhe këtë s'doj përdori, po thjesht e mori për video. do thoni ju më dueshe, nuk më dueshe, po. Të bëj si do bëj. Kjo ishte për kart vizita që ne akoma nuk i kemi bërë këtu Të te ajo që studio. bën kancelarin, i bën shumë të mira. Po, mund të bëjmë ndonjë. Po, edhe i Kart vendosim vizit? këtu. Për të vini ju tek studio, Po, çik më Merrni vonë, kartë do t'i vizite, bëjmë, Se po. ka shumë gjëra për të bërë, nuk mund t'i bëjmë dot të gjitha. jo, Këto janë vash dritat, avash do. baterit. Po. Edhe një gjë e fundit që pas ka ngelur, Ah, stikera që ngjiten. nuk e di për çfarë do e përdor, por më pëlqeu. Edhe ka tapeta që mund t'i vendosim jashtë tek xhamboja, i morëm. Jashtë që për bjen Era shira. kinez, po. S'ka rëndësi për të shirë këmbët, ja, nuk ka Po. të një gjë. Edhe Ne një themi, tapet ne themi totalin, te xhambo Thuje. është 79.000 e 700 lek. Do më thënë gjithë të gjërë ne i morën për 80.000 lek, Po. ndërkohë Eva para disa ditësh ishte Pas te mëra Jysku. pika. Qa gjë? Shkova Ka te të gjëra Jysku, more. mora 1-2,
3 lule artificiale dhe nga ato që janë si fije 4 copë, 68.000 lekë. Po. Te Jumbo merr një gjithë të gjëra me pak lejë. Kështu. Tani do nisim me përgatitjen e asaj. Të reve se jemi shumë vonë. Shikojmë atë dalë pistoletën e kellëm aty. Po, kemi edhe këtë pistoletën që do i ngjisim ret. Po. Ke marrë shumë fusha, si thua? Jo fusha. Fisha. Nuk e di. Fisha. Ajo e djeshmja. Bëj dhe nga do gafat e mia, që të po ja u tregojmë se do lënam. Do na jep një lekë që t'ja u tregojmë atë. Jo se tregojmë asnjë. Për ku e thash atë? Po, lëre. Për atë, për veten, jo, për mua e them duket. Jo, për tjetër. Me ju. Tash nisim nga puna dhe do t'ju tregojmë dhe juve se si do e përgatisim. Merrni dhe ju nga idetë tona. Tualeti i bukur që ne do bëjmë foto. Por erdhëm këtu për t'ju treguar këtë gjën që morëm tek Jumbo, që është për të vendosur bebat kur i ndron, është kështu. Është shumë e bukur vetë kjo. Po këtë veshjen Eva e ka marrë nga Temu? Po, në Temu. Edhe është të fiks. Kështu për ndrim për bebin, ndërkohë kjo kishte qenë Po, për fit. këtu kemi këtë që rion, kemi këtë që është sapun i lëngshëm. Aromatizuese nga trova. Jo, Po. aromatizues po. Edhe tani do vendosim këtu këtë gjën e kashtës. Gjësa se do shkoj kjo këtu. Veri ndryshe, po. Shkon. Më mirë 4 orë, sa po ta kishim marrë e thorë, ishin për 2 njësoj. Shin sa bukur duket? Po, bukur duket. Nuk mbaj dietë, ka ikur dieta ime me ko. Apo jo, Eva? Prishësja e ditës time. Unë e kam fajin, po. Çdo t'ja gjithë këto patate. Ne kishim porositur vetëm këto patate, por se dinim që te komboja që kishim zgjedhur, kishte edhe të tjera. Jo se si ham, po. Ne sa po i mbaruam, na thoni pak si ju duken, kemi bërë 3 copë, 3 kemi bërë, s'kemi tjera, Po, janë të mëdha se këtu. Janë të mëdha se këtu duken të vogla, po janë goxha të mëdhaja. Dhe unë do ta bëj një te shtëpia ime në Finland, do ta bëj për dhomën e gjumit, një vetëm të madhe, jo me 3 edhe me 2. Dhe kemi bërë, kjo ka 3, kjo ka 2, edhe tjetra ka 2. Na morën goxha kohë edhe jemi halla 4 ne çik këtu. Pim kafe, dëgjoj muzikë. Hate hep si budalliqe edhe ky është përfundimi. Neve na pëlqejnë, tani të shikojmë kur ti vendosim në përskenat që duhen. 3. Sot mbaruam, u lodhëm qik dhe do shihemi nesër me organizimet e tjera që do bëjmë tek studio. Na bie edhe ky dielli këtu. Mirë mëngjesi nga një ditë tjetër, unë jam prap me Evën, si që na shihni. Sot është e shtunë, jemi duke shkuar prap tek Tegu për të marrë ca gjëra të fundit që na duhen. Sot përsëri do merremi me organizimin tek studio, është dita, jemi minus 1 ditë nga hapja e studios, nesër hapet studio e re. Edhe do mbarojmë me të gjitha punët që kemi sot. Hello Eva, me që jemi semafor. Pas kam dalur atë. Po, çik dukesh. Edhe do mbarojmë këto punët sot gjithashtu komata, si që ne hikim Greqi. Publicitet. Po. Edhe sot do mbarojmë me Jo. Sot do mbarojmë me këto punët që kemi. Tani para dite dhe mbas dite unë do shkoj tek bazari që Eleana me Angela Collin do organizojnë. Dhe të shikojmë si do ja kalojmë dhe atje mbas dite. Sot para ditën e kemi me Eva. Eva do vish mbas dite?
Apo do kesh punë? Besoj se do kem shumë punë, po nëse Do shikojmë, po na shoqëroj dhe Eva. Po erdhe dhe ti, do jetë edhe Alba Fira është vajza që bën YouTube. Besoj e keni parë. Po, unë e kam Të dyja parë. kaçurelse do më fusin në mes mua me flokë të drejta sot, po erdhi dhe Eva. Edhe do shikojmë. Do shihemi prapë më vonë. Tani sa po arritëm te Tego dhe do vazhdojmë me gjërat, me punët që kemi. Do harxojmë sa lekë të mira prapë sot. Po, patjetër. Kështu është, kur havet biznesi do harxosh le. S'kemi ç'a bëjmë. Vazhdojmë, shihemi më vonë edhe Kaq. Ç'na u desh u futëm te Zara, ha? O zot. Ka bën pa kafe? Që ere mbanë mërë sot. Pretenden parë. Ne, nga era, Ne duam ta pim. do më ta pimë, harxojmë kohë me të. Po i japim një shansë të dytë maçës. Fillimisht do të tregojmë për maçën. Po, ne erdhëm nga Tegu, edhe bërëm një maça këtu. S'kemi bërë dy se dim që se pim. Por mirë, s'ishte keq. Jo, fare. mirë, me këtë shurupin e bën Kemi edhe interesante. shurup qershie. Këtë herë nuk e bën dhe aq mirë, se nuk kemi dhe aku. Po, e kemi bërë të ngrohtë, po mbase e ftohtë Jemi është më këtu te shishme. studio dhe nuk kemi akull, por që kështu doli goxha e shishme. Jo, më e mirë se Po. erën e parë që kam provuar. E shikoj? Ja dham një shansë të dytë. Mirë, prapë ndjehet ajo era si parë. E po tani ti do Maça. mos me ndje fare. Jo, s'do ta ndjej hiç. Tash të tregojmë ç'a blem prapë. Morëm prapë si këto për të bërë ato ret, se na i pëlqyen shumë dhe do bëjmë një tre të tjera. Edhe arkitekti tha wow. Sa bravo ju qoftë. Po. Morëm sasi këto. Mora dhe unë një që ta bëj në Finland një kështu për tek dhoma e gjumit, ta lëm te anash këtë. Tjetër. Edhe për dhoma kalamajsh mund të dali lezetshëm Po, dalin kjo. bukura, po. Mund ta lyesh edhe pambukun me ngjyrë roz ndoshta. Me Sprite Po, mbase, me ha? Sprite. Te roz, Nuk e di si se roz, që. blu. Se unë dua gocë ndoshta prandaj. Po, ashtu dua, po. Ha, këtë do të rejtë. Ti e para, hajde. Kemi marrë një flutur, Tu nuk do e ta di, vëj- ku do do ta ta vejmë vendosësh në në balkon ndoshta. Po. Morëm dy të tilla, një unë një Eva të kemi njësoj, ja, për maça. Që vetëm atë se bëm, po ishin shumë të mira dhe s'ishin të shtrenjta, ishte vetëm 2000 lekë. E ka këtë prej drurit, xham, edhe pipën e kishte të përfshirë. Dhe ja vlen. Po. Se janë shumë të mira. Janë edhe higjienike se Xham, dru po. me xham. Këtë Kujtese pipën e me kishte bë. të vetën kjo? Po, e kishte vetë. Oh, super. Kishte edhe pipën. Shite vjen jo e drejt, po e kthyer, siç Po, është ajo që po. ke ti. Super. Tjetër. Morëm këtë, Kjo është këtë ma shumë bëri cute. Eva dhurat për ta çuar në shtëpi në Finland. Në Finland. Po, Se me çfarë do e mbushi? Mbase do e mbushim me kafe turke ose kur marr ekspresin e mbush me kafen e ekspresit. Po mundohem ti mësoj kafen Anxhelës, po që s'po ja Unë jo se dot. se pi, po më bën keq, se ishte për mua e kisha pirë. Ha, tregojmë këto spangot që Këto morëm janë për që ret. do varim ret. Ma ato kush do merret me varin e re? Merret ajo skenografja, s'kemi punë. Dhe këtu kemi drita dhe bateri. Kemi marrë shumë drita si këto. I morëm ndryshe kësaj radhe, se këto mendojmë se janë më të Shohim kush forta. do bëjmë më shumë Besoj se janë më dritë. të forta këto. Po na marrin me kamera. Publicitet.
jam duke përgatitur diçka për të ngrënë shpejt sepse ora është 4. Edhe do bëj një recet makaronash që ma tregoi Eva, që bëhet me pana, me ton dhe me krem Philadelphia. Thotë se dalin shumë të mira, por unë nuk është se bëj shumë naze tek puna e makaronave sepse i ha të gjitha. Do i përgatis këto të gjitha edhe do bëhem gati. Ora është 4, sa të ha unë buk shkon ora 4:30. Edhe sa të bëhem gati, sa të rregulloj pak flokët sepse dua t'i bëj ose me onde ose të drejta. Po me shumë siguri do t'i bëj me onde që t'i bëj shpejt. Të bëjmë i gati edhe të ikim tek bazari që po organizojnë vajza. Takojmë edhe me Albën edhe të shkojmë të shikojmë njerëz si është, si do ja kalojmë. Besoj se do ja kalojmë shumë bukur. Tani po vazhdoj shpejt të bëj gati makaronat që mos vonohem më shumë, edhe shihemi më vonë. Me and you. Hello! Ja ku jam unë, jam bërë gati, por nuk ju tregova asgjë sepse po bësha gati shpejt. I kam bërë flokët me onde, edhe kam veshur këtë fundin jeans, që ma keni parë një herë më duket, e kam veshur me një këmishë të bardhë, me këtë çantën e Polenit, edhe sheshkat janë këto balerinat nga që janë si leopard. Tani duhet iki shpejt sepse edhe Alba është nisur, më shkruajti, edhe duhet të takojmë në orën 6:30 tek piramida. Dhe të shkojmë, me zipres të shkoj atje edhe t'ja kalojmë sa më bukur. Kështu duke, tani po dal. O zot, kë po takoj ju. Mirëmëngjesi nga dita tjetër dhe besoj e fundit e këtij vlogut. Sot është e diel. Kemi një ditë të bukur, të ngrohtë. Sot është dita e hapjes studios Marlen, edhe kemi shumë punë për të bërë. Unë jam mësuar herët, tani do haja mëngjesin, do përgatis vezë. Dje, siç ju kisha thënë, dola me Albën, Alba Firaj. Dolëm për të pirë diçka bashkë dhe për të shkuar tek bazari organizuar nga Angela, Kolli dhe Leana. Shkuam rreth orës 6:30 pothuajse, edhe në fakt atje kishte shumë vajza që prisnin të takoheshin me Angela dhe Leanën, por menduan sa të largoheshin pak njerëzit sepse kishte shumë. Shkuam për të pirë diçka dhe pastaj na doli diçka të dyjave, që na detyroi të largoheshim dhe pa shkuar tek piramida, pa u kthyer përsëri për të takuar vajzat. Kështu që na erdhi keq sepse për atë ishin nisur më shumë, por edhe për të takuar bashkë ishte edhe një arsye më shumë ky bazari organizuar që edhe të takohesha me Albën, por nuk ka problem, besoj se vajzat organizojnë edhe më vonë gjëra të tjera dhe do rastisin edhe do i takojmë. Kemi që të bëjmë, ndodhin edhe këto gjëra, doli diçka e rëndësishme për të cilën duhej të largohej Alba, kështu që s'kemi që të bëjmë. Ne ja kaluam shumë bukur, ishte era parë që takoheshim të dyja, pivëm diçka edhe jemi kënaqur me muhabet. Më pas erdha në shtëpi edhe nuk është se kisha mendjen për të xhiruar, sepse ishte edhe pak vonë. Kështu që sot hapa një vlog të ri, jam me bizhame akoma, flokët nuk më janë prishur çuditërisht, por do t'i rregullojmë prapë më vonë për që t'i kemi për inaugurimin dhe hapjen e studios së re. Kështu që tani po përgatis mëngjesin edhe duhet të bëhem gati, të shkoj të pi një kafe edhe të takohem besoj me Evën, sepse nuk më ka shkuar akoma, besoj do ketë fjetur vonë brëma jo, do ketë qenë tek studio. Do takohem me Evën, do shkojmë tek studio besoj për të rregulluar në një gjë atje, për t'i dhënë dorën e fundit, edhe do ju marrim prapë me vete, sepse ky vlogu më shumë është përqendruar tek hapja e studios, tek këto, më shumë kemi pasur xhiro dalje, se sa kam qëndruar në shtëpi, boll ju mërzita dhe juve me vlogjet besoj në për shtëpi, duke gatuar. Në këtë video unë s'kam gatuar asgjë në shtëpi, përveç se para një 4 ditësh që bëra një byrek, nuk kam bërë asnjë gjë. Kam ngrënë jashtë, kam ngrënë tek xhaxhi im, edhe kam qenë gjithë kohën në lëvizje. Kështu që duhen ndonjëherë edhe këto vlogjet kështu, pa qëndruar në shtëpi. Tani po përgatis mëngjesin.
Mirë mëngjesi! Nga dita e inaugurimit! Po, ja, jemi tash këtu te studio, erdhëm edhe kemi shumë punë për të bërë, por nuk do ja u tregojmë akoma. Po. Sepse do të pastrojmë një Qërat e herë. bukura nga mbrapa. Po, kjo është pasqyra e re, po do ja u tregojmë në fund fare si do duket. Dhe do fillojmë me një herë nga punë, se s'kemi shumë kohë, duhet t'i mbarojmë shpejt e shpejt dhe do bëjmë edhe gati vetë pastaj. Kështu që kemi shumë punë. Ne po vazhdojmë dhe juve shikoni pjesët që do ju lëm. Ja ku kam ardhur në shtëpi edhe jam bërë gati siç e shihni dhe po vishem tani. Flokët i kam njësoj si dje, thjesht I bëra pak më shumë ondet sepse më kishin rënë. Kam vendosur të kordelen sa për të më mbajtur pak flokët sepse bëra pak make-up. Edhe tani po vishem, kam vesh fundin gri që do ja u tregoj. E keni parë dhe një herë tjetër, e kam veshur për Shën Valentin kur kam dalë. Edhe po e vesh prap sot me këtë këmishë në ngjyrë roz. Në fakt kisha në plan të vishja një këmishë që është në ngjyrë lejla pastel, por mendoja se kisha këtu, por në fakt e kam në Finland dhe si shumicën e rrobave që e kam ande, jam sajuar me çfarë kisha këtu, por besoj në fund do të duket një gjë e bukur edhe thjesht, pa shumë ngarkesa, ngjon pak me veshjen e djeshme, vetëm se sot e kam fundin cop, nuk është jeans siç ishte ai dje, edhe do vendos këtë rripin e zi, se edhe për rrip veç këtë kam këtu. Nuk kam të tjerë edhe besoj të duket më e plotësuar veshja tani me këtë rripin. Ne qëndruam rreth deri nga ora 2 besoj tek studio, e kemi pastruar, kishin ngelur dhe ca gjëra të fundit, të cilat do I bërnin çuna. Edhe ne gocat e tjera ikëm hëngrëm drek. Dhe u shpërndam në shtëpi për të bërë gati. Do shkojmë pak para, duke qenë se atje do vi edhe cateringu, telefoni. Dhe që po thoja, do shkojmë më herët sepse do vi edhe pjesa e cateringut, edhe ai personi që mori telefon tani është Eva, duke qenë se po vjen të më marri. Kjo është një dhuratë e vogël që unë kam marrë për të, është një lule, duke qenë se duhen edhe disa lule jeshile tek studio, që t'i japin pak më shumë gjallëri dhe të duket më bukur me lule. I kam marrë këtë lulen e thjesht, shpresoj që ta pëlqej. Po ju tregoj shpejt e shpejt çka kam veshur, edhe duhet iki sepse Eva po vjen. Siç e thash, kam vesh këtë fundin edhe pumpat e zeza që ja u kam treguar që I kam bler tek të përdorurat, aty I bleva dhe janë shumë të bukura. Shpresoj të duke mirë dhe shihemi te studio, do mundohem të xhiroj, të kap sa më shumë pjesë, pa bezdisur njeri, sepse jo të gjithë duan të dalin në video, por do mundohemi. Tani po iki dhe shihemi më vonë. Bashkuam prap në dyja, tani jemi ndryshe, jemi bërë më të bukura. Jemi rregulluar dhe jemi gati për inaugurim. Dhe sharova të mira çfarë? Në telefon. Jo, të mira fare, mo. A dhe shi? Si më haru mua ti? Ka emocione. Ka emocione? Këtu për sot. Zoti ma. Edhe tashi po ikim të marrim disa ëmbëlsira që I kemi bërë me porosi. Eva I ka bërë në një vend tjetër. Jo te unë. Se të mora për gjëra
gjëra të tjera. Ne as kemi filluar akoma ne nga këto porosi, do vi dita që do bëjmë. Tani po ikim ti marrim dhe shihemi në studio. Outfit trade. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në studio Marlen. Kam shumë emocione tani. Është një emocion shumë i veçantë që të qëndroj këtu përpara jush me një ditë kaq të veçantë për ne. Ky nuk është thjesht një biznes i ri, por është një rrugtim shumë i bukur krijues për të ndërtuar kujtime dhe për të ndarë botën emocionet që na kanë frymëzuar në rrugtimin tonë personal. Ky do të jetë një vend ku do të festohen të gjitha festat familjare, ashtu siç më pëlqen mua që të festoj çdo fest. Me shpresën që një ditë do t'i tregojmë fëmijës tonë se si një ëndër e vogël mund të kthehet në diçka të prekshme, me përkushtim, pasion dhe shumë dashuri. Ju falenderoj nga zemra të gjithëve që keni ardhur. Shumë faleminderit. Bravo! Ana posso check. Tjetër. Rose, shkotire, më qash. Apo merë shkotire. Jo. Ua, 2 bufa! Njëjtët! E për pas.